Vllaznia në basketboll për femra kategoria U18 poshtë ekipin përmetar me rezultatin 52-45 dhe shkon në finalen e play-offit. Trajnerja e vllaznisë Ingrid Dashja, urime profesorësh. Një ndeshje shumë emocionuese. Shumë faleminderit, ne ishte shumë emocionuese. Zakonisht finalet dhe gjysmëfinalet e tilla janë. Fatmirësisht vajzat treguan veten, atë për çka kanë punu gjatë gjithë vitit. Bënë një lojë shumë të mirë si në mbrojtjes si në sulm. Edhe ekipi kundërshtar ishte ekip shumë i fortë. Edhe ato luajtën shumë mirë, por fati na buzëqeshin ne fatmirësisht. Në fakt perioda e parë ishte pak sa jo e mirë, humbet 6-8, por më pas arritet të jeni dominues në fushën e lojës dhe dhuruat edhe spektakël. Në fakt nuk është se kisha dyshime te ekipi jem, kena vajza shumë cilësore, me të lënë shumë të mira dhe cilat punojnë çdo ditë, ka vajza që punojnë edhe 2 herë në ditë dalin në stërvitje, kështu që kena vajza shumë cilësore. Perioda e parë unë besoj të t'la emocioneve. Çdo play-off ka emocione. Mos harrojmë që këto janë vajza të reja, nuk janë profesioniste. Kështu që dan këto do të kenë emocione. Emocione kisha unë në më vajzat. Kështu që është shumë e kuptueshme besoj. A kishim mundësi për më shumë? Kishim mundësi edhe për më shumë. Rëndësi ka që fitume dhe shpresoj që në vazhdim në finale ta finalizojmë me sukses. Në finale do të keni njërë nga skuadrat Tirana apo Goga Basket. Cili për tyre preferoni më tepër? Akoma nuk është luajtur kjo ndeshje. Të drejtën të 4 ekipet që kena dalë në play-off jena pak a shumë aty. Secili ekip ka komponent shumë të mirë, ka vajza shumë të mira, tonë ka një drejtues shumë të mirë, kështu që për ne është i saj, rëndësi ka me bë punën. I them edhe vajza, mos shohim kë kena përballë, ne shohim që kena punu realisht në vetë, edhe që jena tofta për me bë, kjo ka rëndësi për ne. Unë besoj të vajzat e mia, që do të kemë përballë. Në fund të shkallës për tifozërinë se ishte një armë plus për ju, a do të ketë tillë në finale. Shpresoj që falli bëj thirrje që të na mbështesin, sepse dan tifozëria në kanë, t'jep emocione tjera, në kanë si në emocionet e ekipit tonë, ashtu tek emocionet e ekipit kundërshtar. Uroj që të na mbështesin dhe i falenderoj pa masa sepse ishte thojse i mushën pallati sportit. Dhe një urime profesorësh për këtë fitore, keni shkuar në finale, është merit absolute edhe puna e juaj me kolegët tuaj. Sukses në finale. Faleminderit.